Si të çliroheni nga mallkimet dhe të mbroni shtëpinë tuaj me 4 fjalë magjike. Para se të ndiqni këtë artikull, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të lini komentin tuaj. Çfarë mendoni për mallkimet dhe magjinë? A besoni se ato janë reale, apo thjesht një pasqyrim i frikërave dhe imagjinatës sonë? A keni ndjerë ndonjëherë një peshë të rëndë në shtëpinë tuaj, sikur një energji negative po ju ndjek? A keni përjetuar fatkeqësi të njëpasnjëshme apo ndjenja shqetësimi që nuk shpjegohen lehtë? Nëse po, mund të jeni duke pyetur veten nëse ndonjë mallkim apo ndikim i errët po pengon mirëqenien tuaj. Mos u shqetësoni. Në këtë artikull do t'ju zbulojmë një ritual të lashtë dhe të fuqishëm me 4 fjalë magjike që mund të largojnë mallkimet dhe të mbrojnë ju dhe shtëpinë tuaj nga energjitë negative. Qëndroni me ne për të mësuar gjithçka hap pas hapi dhe për të sjellë paqe në jetën tuaj. Çfarë janë mallkimet? Mallkimet janë besime të lashta, të pranishme në kultura dhe tradita shpirtërore anë mban botës. Ato përkufizohen si energji negative ose dashakeqe, të dërguara qëllimisht nga një person, grup apo edhe një entitet shpirtëror për të shkaktuar dëm. Këto energji mund të drejtohen ndaj një individi, një familje, një prone apo një komuniteti të tërë. Mallkimet mund të shprehen përmes fjalëve, si formula magjike, incantesime apo rituale, ose të dërgohen mendërisht me qëllime të këqija. Efektet e mallkimeve besohet se përfshin fatkeqësi, sëmundje, probleme financiare, konflikte në marrëdhënie apo edhe tragjedi të papritura. Për shembull, një person që ndihet i mallkuar mund të përjetojë ankth të pashpjegueshëm, depresion, sëmundje kronike apo një zinxhir ngjarjesh negative që duken të lidhura. Megjithatë, fuqia e mallkimeve varet shumë nga besimi i personit. Ata që besojnë fort në ekzistencën e mallkimeve mund të ndjejnë efektet e tyre më intensivisht, ndërsa skeptikët mund të jenë më pak të ndikuar. Për të luftuar këto energji negative, traditat shpirtërore ofrojnë një sër praktikash për pastrim, mbrojtje dhe shërim. Këto mund të përfshinë rituale, lutje, meditim apo përdorimin e objekteve të shenjta si amuletet. Qëllimi është të neutralizohet energjia negative dhe të rikthehet harmonia në jetën e personit të prekur. Raste të famshme të mallkimeve. Historia është e mbushur me tregime për mallkime që kanë intriguar dhe friksuar njerëzit për shekuj. Le të shohim 2 shembuj të njohur. Mallkimi i Tutankhamonit. Në vitin 1922, arkeologu britanik Howard Carter zbuloi valin e faraonit të ri egjiptian Tutankhamon në luginën e mbretërve. Menjëherë pas hapjes së varrit, u përhapën thashetheme për një mallkim që preku të gjithë ata që shkelën vendin e shenjtë. Vdekja e papritur e Lord Carnarvon, financuesit të ekspeditës, pak kohë pas zbulimit, si dhe fatkeqësitë e tjera që ndoqën anëtarët e ekipit, ushqyen legjendën. Edhe pse shumë nga këto ngjarje mund të shpjegohen me shkaqe natyrore, si infeksione apo rastësi, mallkimi i Tutankhamonit mbetet një nga tregimet më të famshme të kulturës popullore. Mallkimi i Shakespeare. Në valin e dramaturgut të madh William Shakespeare, në kishën e Trinitetit të shenjtë në Stratford-upon-Avon, gjendet një mbishkrim që paralajmëron çdo që guxon të shqetësojë shtrat e tij. Mik i mirë, për hir të Jezusit, mos gërmo pluhurin e mbyllur këtu. I bekuar qoftë ai që respekton këto gur dhe i mallkuar qoftë ai që lëviz shtrat e mia. Ky mallkim ka ushqyer spekulime për shekuj dhe edhe pse nuk ka prova konkrete për efektet e tij, ai shton një shtresë misteri në trashëgiminë e Shakespeare. Si shfaqen mallkimet? Mallkimet mund të ndikojnë në aspekte të ndryshme të jetës dhe shfaqjet e tyre variojnë nga personi në person. Këtu janë 6 mënyra të zakonshme se si mund të manifestohet një mallkim. Fatkeqësi e vazhdueshme, një zinxhir ngjarjesh të pafata, si humbje financiare, aksidente apo dështime në projekte personale. Probleme shëndetësore, sëmundje të pashpjegueshme, dhimbje kronike, ankth, depresion apo çrregullime emocionale. Konflikte në marrëdhënie, grindje të vazhdueshme, prishje të lidhjeve familjare apo shoqërore dhe vështirësi në komunikim. Vështirësi financiare ose profesionale, pamundësi për të gjetur punë, pushime nga puna apo pengesa në karrierë. Ngjarje tragjike, aksidente të rënda, vdekje të parakohshme apo humbje të papritura pa arsye të qarta. Ndjenjë shtypjeje, një ndjesje e vazhdueshme e shqetësimit, sikur një peshë e padukshme po ju mban poshtë, duke shkaktuar stres dhe ankth. Këto shenja mund të ndryshojnë në varësi të natyrës së mallkimit dhe ndjeshmërisë së personit. Është e rëndësishme të mbani mend se perceptimi i këtyre ngjarjeve mund të ndikohet nga besimet personale dhe gjendja emocionale. Rituali i 4 fjalëve magjike. Tani le të kalojmë te sekreti kryesor, rituali i 4 fjalëve magjike për të larguar mallkimet dhe për të mbrojtur shtëpinë tuaj. Ky ritual i lashtë përdor fjalët abla, got, bata, bleu, të lidhura me pikat kardinale, veriu, jugu, lindja, perëndimi dhe përfundon me një formulë mbrojtëse. Fjalët vetë nuk kanë një kuptim të drejtpërdrejtë në gjuhën e përditshme, por fuqia e tyre qëndron në qëllimin dhe energjinë që investoni gjatë ritualit. Më poshtë është fudhëzuesi hap pas hapi. Hapi 1. Përgatituni.
Gjenduni në një gjendje të qetë dhe të përqendruar. Merrni frym thellë dhe largoni çdo shqetësim nga mendja. Ndizni një qiri ose temjan për të krijuar një atmosferë të shenjtë dhe të qetë. Hapi 2. Përcaktoni pikat kardinale. Hyni në dhomën që dëshironi të pastroni dhe identifikoni veriun, jugun, lindjen dhe perëndimin. Mund të përdorni një busull ose të orientoheni sipas diellit apo pikave të referencës në shtëpi. Hapi 3. Thoni fjalët magjike. Qëndroni në qendër të dhomës dhe kthehuni nga veriu. Thoni abla duke vizualizuar një dritë të bardhë që pastron hapësirën përreth jush. Kthehuni nga jugu dhe thoni God duke vazhduar të imagjinoni dritën që largon çdo energji negative. Vazhdoni me lindjen duke thënë bata dhe perëndimin duke thënë bleu. Gjatë çdo fjale, përqendrohuni në qëllimin për të krijuar një mjedis të sigurt dhe harmoni. Hapi 4. Përsëriteni në çdo dhomë. Kryeni të njëjtin proces në çdo dhomë të shtëpisë, përfshirë ato të vogla ose të papërdorura, për të siguruar një pastrim të plotë. Hapi 5. Përfundoni ritualin. Pasi të keni përfunduar në të gjitha dhomat, qëndroni në qendër të shtëpisë dhe thoni formulën përfundimtare në latinisht os non communis et eu, që do të thotë nuk do të thyeni asnjë nga kockat e mia 3 herë. Herën e parë me ton normal. Herën e dytë me ton pak më të lartë. Herën e tretë me ton të vendosur dhe të sigurt. Kjo formulë biblike synon të mbrojë ju, shtëpinë dhe gjithçka që ju përket. Falenderoni forcat hyjnore për ndihmën dhe ndjeni mirënjohje për energjinë pozitive që keni krijuar. Opsionale, vendosni një qiri në disa dhoma ose digjni temjan për të përforcuar pastrimin. Përfundimi. Ky ritual i thjeshtë, por i fuqishëm, mund të transformojë energjinë e shtëpisë tuaj dhe të sjellë një ndjenjë paqeje dhe sigurie. Ju mund ta personalizoni sipas besimeve tuaja shpirtërore, por çelësi është ta kryeni me sinqeritet dhe qëllim pozitiv. Pasi të keni përfunduar, do të ndjeni një lehtësim të menjëhershëm dhe një atmosferë më të lehtë në mjedisin tuaj. Çfarë mendoni për mallkimet dhe magjinë? A besoni se ato janë reale, apo thjesht një pasqyrim i frikërave dhe imagjinatës son? A keni provuar ndonjëherë rituale të ngjashme për të pastruar energjinë e shtëpisë tuaj? Ndani përvojat dhe mendimet tuaja. Për më shumë udhëzime për rritjen personale dhe mirëqenien shpirtërore, vizitoni akademinë tonë të rritjes personale. Faleminderit që lexuat dhe le të sjellim magji pozitive në jetën tonë.